Në fund të vitit 2024, vlera e depozitave të siguruara që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave arritën në 1,59 trilion lek, nuk e përfaqësuar 94,5% të totalit të depozitave, krahasuar me një vit më parë. Këto depozita u rritën me 5,2%, ndërsa rritja në vlerë absolute është 78,9 miliard lek. Ndërkohë, shifrat të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave tregojnë edhe ndarjen e depozitave sipas vlerës së tyre në 100 lek, nga 100 lek deri në 2,5 milion lek, si dhe mbi 2,5 milion lek, pra mbi mbulimin e agjensive. Individët më të pasur të vendit, pra ata që kanë depozita mbi 2,5 milion lek, numërojnë 125,875 llogari në total, ndërsa ata me më shumë që variojnë nga 100 lek deri në 2,5 milion lek, janë plot 1 miliard e 711 mijë. Në total, janë rreth 2,78 milion depozita. Por kontrasti i vërtet shfaqet ku i shohin këto shifra në vlerë. Shuma e depozitave mbi 2,5 milion lek gjatë vitit të kaluar fiksohet në 739,5 miliard lek, duke zëngërstuar 58% të totalit, ndërkohë që shuma e depozitave mes 100 deri në 2,5 milion lek fiksohet në 535,9 miliard lek, duke zëngërstuar 42% të totalit të depozitave të individëve në sektorin bankar në vend. Në fundin e vitit 2024, depozitat më shumë deri në 2,5 milion lek shënuan një rritje vjetore prej 5,2%, ndërkohë depozitat më shumë mbi nivelin e mbullimit, krahasuar me fundin e vitit 2023, janë rritur në vlerë absolute me rreth 41 milion lek ose 5,9%. Duke ndikuar në rritjen vjetore prej 5,6% depozitave të siguruara të individëve, shifrat tregojnë kështu se 5% e depozitave të individëve në vendin tonë përfaqësojnë më shumë se gjysmën e parave të individëve në banka, ose më saktë 58% të tyre. Scanintel ka bërë një analizë ndryshe për të parë më saktë për masat e pavarësisë, rreth 125,875 llogari bankare që përfaqësojnë 5% që më të pasur të shqiptarëve, sotëroi gjithsej 739,5 miliard lek, që ka përkthehet me një mesatare prej 5,87 milion lekësh për llogari, ndërkohë pjesa tjetër më shumë nga 100 deri në 2,5 milion lek bën gjithsej 535,9 miliard lek ose mesatarisht vetëm 313.000 lek për llogari, që do të thotë se çdo individ nga 5% që i pasur ka mesatarisht 18 herë më shumë para në bankë se sa të tjerët.